ne kemi një elektorat I cili është I të gjitha shtresave, por bëhet fjalë për shembull presim nga intelektualët, për shembull profesorët, mjekët, duke qenë staf akademik, mësuesët, profesorët priren që të mbështesin. Studentët, pra të rinjit, sepse kam parë në procesin që mlodhëm firmat, që ne kishim shumë student dhe moshën e tretë. Dhe gjithashtu emigrantët, emigracioni, pra vota emigrantëve, dhe tek mosha e tretë një pjesë e pensionistëve që janë intelektual, që janë të tillë që priren të votojnë jo si tifoza, partisht, por priren të votojnë programin, individin. Dhe ne kemi dhe aty një pjesë të mbështetësve. Kështu që presim me të shpresojmë që në këto zgjedhje ne të mund të çajmë këtë sistem, se ky është qëllimi ynë, dhe të vëmë Shqipërinë në rrugën e duhur me qëllim që shumë shpejt, madje ndoshta vitin tjetër, Shqipëria të hyjë në zgjedhjet parakohshme dhe të konsolidohet përsëri skena politike në drejtim tjetër dhe jo në një drejtim monopolistik, sepse tregu politik në Shqipëri është monopoli dy partive të cilat kanë vendosur me të gjitha mjetet, nga të gjitha mjetet I kanë përdorur për të bërë pikërisht kontrollin mbi këtë sistem politik, mbi shtetin, pushtetin, ekonominë, gjithçka, edhe mbi qytetarin. Kur flet për zgjedhjet parakohshme mbas një viti, kujt I referohesh si kazus? Unë I referohem si kazus, atëherë si kazus, unë I referohem faktit, që nuk do të ketë një parti që të marrë 71 mandate, dhe duke mos qenë një parti që të marrë 71 mandate, do duhet që të hyjë në për koalicione dhe për mendimin tim as I parti nuk duhet I japi as I deputet Parti Socialiste për të hyrë ajo përsëri në një mandat të 4, por për mua do të ishte mirë një qeveri me bazë të gjerë koalicioni për të bërë reformat, se duhet reforma kushtetuese dhe reformën për ligjin zgjedhor, dhe unë mendoj se të gjitha partitë që do të marrin kandidat për deputet, sepse nuk e bën dot këtë Berisha, se Berisha ja dha votat që bëri gjithë të Ramës, që nga 2008 deri tani, e bëjmë vetëm elementi rim politik dhe ne duhet të ndajemi qesharake e turpshme, kjo që këto dy parti kanë bërë Shqipërisë 35 vjet. 40 vjet në një Everoxha, këto 35 po shkojnë për 40 vjet këto. Tani cili është ndryshimi? Ne në një regjim komunist 40 vjet dhe në një tranzicion 35-40 vjet, do vazhdojmë më tranzicionin e gjysmë shekulli, ku bota e mbylli tranzicionin për 5 vjet deri në 10 vjet. E papranueshme, ne kemi dje me vajza të zgjuar, të përgatitur, të shkolluar, të cilët ta nuk I afrojnë, nuk I duan, se duan maj monopolin, të kenë kontrollin dhe janë pa ngopur me pushtet. Dhe për mua kanë faj dhe njerëzit që I mbështesin, I ledhatojnë, I ka shkalluar fare, këta vith dhe njerëzit voto, e kjo nuk është zgjidhje, sepse në këtë I kanë hequr shpresën I nisë se thonë që ti jesh I zgjuar, I mençëm, I pastër, I ndershëm, ty nuk të do njëri këtu. Edhe kjo është e gabuar, kemi bërë pikërisht këtë gjë të rinia dhe tek e ardhmja fëmijëve tanë që për mua është më rënd akoma se çdo gjë tjetër, se këtu nuk ka merit, nuk ka shpresë dhe prandaj emigrojnë njerëzit. Edhe ne duhet japim fund, duhet japim njerëzve atë që meritojnë.